Besha. Do të shkojmë pak në fakt tek një rast I cili është shumë e rëndësishme për ta sqaruar dhe për të informuar të gjithë qytetarët e Vlorës. Çfarë po ndodh konkretisht atje? 4 ditë të cilët banorët janë pa ujë, një problem I cili ka qenë një problem teknik I munguar, për cilën është detyruar edhe kryeministri që t'japë reagimin e tij, po gjithashtu banorët kanë patur reagime të forta dhe protesta, sepse 4 ditë nuk është në fakt një numër I vogël për një shqetësim të tillë. Megjithatë ne jemi përpjekur që të marrim të gjithë zërat dhe do ta nis me një raportim në momentin e parë me Afrovita Hysën, gazetaren cilën e kam atje dhe ndodhet pikërisht në vendin ku ka ndodhur edhe shpërthimi. Po I them, po I referohem si shpërthim, sepse paralelisht me Afrovitën më ndihmon regjia t'japim edhe videon e cila është kapur nga kamerat e sigurisë. Afrovita, në këto momente është njoftuar, po e nis paktën pak kështu, është njoftuar, ky është video e cila është tregon fakt se çfarë ka ndodhur pranë zonës, pra e vetmja kamerë e cila kap zonën në cilin ka ndodhur edhe ky problem teknik, ku shihet një ujë apo një rrjedhje ujë e fortë që kapet nga kamera e sigurisë, ai sa në fakt bllokon edhe pamjen. Megjithatë, Afrovita më sqaro pak më shumë dhe sa larg dim dot se sa larg është pikërisht pajisja e cila ka ardhur nga Stambolli. Po, atëre, unë pari kërkoj ndjes, pikërisht në këto momente e gjetën për të ndezur disa motosharra për të punuar me prerjen. Mos e vrit mendjen. Dëgjoj shumë mirë. Po. Të shpresojnë që do të reagojnë dhe do të presin disa çaste. Megjithatë, sa I takon të gjithë situatës, ka një lajm të mirë, një lajm që në fakt jep shpresë për rikthimin e furnizimit me ujë në qytetin e Vlorës. Pajisja e cila ishte porositur dhe për të cilën ka pasur reagime ditën e sotme deri nga ministri, tashmë në informacionet e fundit nga drejtori I përgjithshëm I usjellës kanalizimeve për Shqipërinë, gjendet në afërsi të themi të qytetit të Thierit, në drejtim të Vlorës dhe pritet që pra pajisja në këto momente është duke ardhur në Vlorë dhe është pranë, po kalon pranë në autostradën në Fier. Çfarë do thotë që është duke bërritur në qytetin e Vlorës dhe pritet që paktën për 2 orë të nisë edhe zvendësimi dhe vendosja instalimit të themi kësaj pajisje, e cila ishte kaq problem për të gjetur në qytetin e Vlorës. Okej, Afrovita, tani kthehemi pak pas, 4 ditë më parë çfarë ndodhi? Pamja që ne shohim është një shpërthim apo është një problem, një çarje e tubit e cila, pra duam të kuptojmë pak sepse ky shpërthim duket gati si një lloj shpërthimi I fuqishëm nga rrjedha e ujit nga nën toka. Atëherë është një avari e cila me të drejtë ka lënë edhe në alutim qytetarët e Vlorës, apo ata të cilët përgjatë këtyre ditëve interesuar për çështjen e asaj se çfarë ka ndodhur atë si çfarë. Para praktikisht dalë të kalutimit ka pasur diskutime që në sentim kufitar në një aksident ndërhyrjeve në tokë, apo të ketë qenë themi pa guxuar, pa thonë se mund të qenë duke I shkaktuar nga dora e njeriut të ardhur dhe aksidentale. Pra, pista e shkaktimit nga dora e njeriut është larguar, thua? Të paktën ka pasur një version të dhe pa e thënë vetë institucionet, një duhet të vend. Të lutem afroje pak mikrofonin Afrovita se nuk të dëgjoj qartë. Dhe dua të jemi shumë informuar sidomos te kjo pjesë se na mirë kuptojnë dhe të po. Jo, pa merak për të pjesën teknike, thjesht duat të japim lajmin siç duhet. Po. Atëre, sa I takon shpjegimit që është dhënë nga drejtuesit e bashkisë apo edhe drejtuesit themi I ndërmarrjeve të cilët janë të angazhuar për këtë situatë, ka ardhur si pasojë e presionit të lartë pasi kodra në afërsi të cilës unë gjendem dhe ku ka ndodhur rregjistri, është një kodër e cila ka një presion shkarkues të themi që sjell ujin drejt të Vlorës dhe ka një presion të fortë, është një dëmtim që ka ardhur nga kodra, nga zona e urrishteve dhe ka shpërthyer pikërisht në momentin dhe në vendin ku në pamje, një vend ku gjendet brenda një kantieri ndërtimi faktikisht. Megjithatë, gjithë drejtuesit dua ta theksoj që brenda një kantieri ndërtimi, çfarë do të thotë? Është një territor, nuk e di nëse është privat apo shtetëror, megjithatë është një territor I cili është I rrethuar dhe ku gjendet mjetë punë.
përdoret si vend qëndrim mjetësh apo një kantier i cili Pra që shkon për te ati muri që ne po shohim pak bashkë. Në këto momente nëse më tregon pak panoramën pas teje, që është... Atëre po mundohem të shpjegoj. Grupa i gjendet fikse ku gjendet ndodhen automjetet, sigurisht ku janë pozicionuar të një... Ku shoh edhe zotrin që është brenda në grop edhe janë edhe fadromat. Po, brenda në grop. Ne jemi brenda një prone të rrethuar në këtë moment që flasim. Dhe pikërisht ajo grop ndodhet brenda një prone të rrethuar, private apo publike, nuk din ta themi për pronë, megjithatë është një pronë që nga subjekte private që në sektorin e ndërhyrjes. Dalem edhe një herë tek shpjegimi, sipas autoriteteve lokale, shpërtimi ka ardhur si pasojë e presionit të lartë dhe ndoshta edhe dëmtimi që vjen nga pjesa e kodrave e deri në Tani kam një pyetje Afrovita se kjo është shumë e rëndësishme, pra nëse ka ardhur ky presioni, ka patur ndonjëherë ndonjë problem tjetër nëse ky presion që nga kaq shumë problematik, a ka ardhur ndonjëherë, ka ndodhur ndonjëherë tjetër që të po kjo lidhje, pra po kjo nyje, po e quaj nyje, duke qenë se ashtu duket paktën edhe nga pamjet, edhe nëse do na ndihmoje që të futeshim dhe pak më brenda, do të kishte qenë për t'ia treguar dhe ne qytetarëve. Po patjetër, unë do të mundohem, na është kërkuar që të qëndrosh në distancë. Aq sa mundemi, sepse unë dua që t'ia tregojmë, e rëndësishme është që t'informojmë këtë do tani. Pra, në atë nyje ka ndodhur ndonjëherë ndonjë problem tjetër më përpara apo është hera e parë? Jo në këtë nyje, ka ndodhur në këtë, të themi në këtë diametër tubacioni. Në këtë ka ndodhur dhe një shpërtim vitin e kaluar, pamje cilat patjetër janë trajtuar dhe që ka pasur viralitet përmes atyre pamjeve, duhet ta kujtoj ngjarjen e zonës së Rrafit, megjithatë, edhe aty që ka ndodhur ky shpërtim, është një shpërtim i cili ka ardhur si pasojë e ndërhyrjes në sistemin e kanalizimeve. Pra ka pasur një ndërhyrje për të vendosur në provë vitin e kaluar, për referozarin vitit e kaluar, ka pasur një ndërhyrje për të vendosur për të provuar dhe për të vendosur në funksion linjën e re, cila është ndërtuar si zona e UNAS-it, linja e re ndarjes së ICES-it, ka rezultuar si të themi e pasuksishme, si eksperiment apo si provë për të vendosur në funksionat të linjë, dhe shpërtimi ka ndodhur vitin e kaluar saktësisht në muajt e verës, në zonën e Rrafit, ku niveli i ujit, lartësisë së ujit ka pasur themi mbi 100 metra, e njëjta gjë ka ndodhur edhe në vendin ku ne ndodhemi, sipas punonjësve brëmin e kaluar dhe edhe 2 muaj më parë, gjatë provave që nuk kam rezultuar prapë. Shpërtimi ka qenë aq i fortë sa uji ka kapur, ka shkuar në 100 metra lartësi. Pra është një situatë ka qenë një situatë, tani këtë dua të kuptoj. Ka patur punime edhe pranë kësaj nyje apo ka qenë një moment? Jo, pranë kësaj nyje nuk ka patur punime. Nuk ka diskutime për të patur punime, i referohen si deklaratave të autoriteteve lokale të qytetit, nuk ka patur punime, por ka ardhur si pasojë e një ngjarje që ka ndodhur në zonën e sipërme të ujërisë. Me gjithë, unë në fakt nëse do të ishte mundur, nuk e di, pak më parë, vetëm mbaj mikrofonin afër, të lutem, po që të kem të qartë. Qarku të Vlorës, nuk e di nëse kam për të kërkuar një raportim, nëse do t'jetë, do t'na bashkohet. Atëherë, merr kohën tënde të lutem, merr kohën tënde të aftosh, nëse është për një... Okej, për një reagim, ndërkohë që unë të jap pak banorët, dua që t'jap sinkronet e banorëve që ti ke patur mundësi që të kapësh, sepse ata kanë protestuar, sigurisht shqetësuar për këto 4 ditë me probleme me ujë, do shkoj pak tek çfarë kanë thënë banorët. Shqetësimet e tyre të vërteta si ja kanë dalë ata në këto ditë, 4 ditë pa ujë në Vlorë. Shkojmë pak. Ujë ka plot, po në qytetit s'ka ujë. Kjo, shiko, a kopjot njeriu, rregullohet njeriu, rregullohet. Po kjo nuk rregullohet, nuk ka kopjot dot. Ka torno, ka kalandra, po duan e bëjnë, po nuk duan të argjoj para, nuk duan të presin ratën e atyre. Një javë që jam në Vlorë, kur do kjo katastrofë që ka ndodhur. Jam me 2 fëmijë, kam një të sëmurë në shtëpi, kjo gjë që po ndodh me Vlorën, kjo është e pa imagjinueshme. Ka të drejtë që po ja bën këtë gjë Vlonjatët. Vlonjatët këtë gjë meritojnë. I bëj thirrje prefektes Qarkut, e cila ka për detyrë të menaxhoj punën e gjitha institucioneve në Vlorë, të mbledhë me urgjencë shtabin e emergjencës,
pasi jemi përpara një situate e cila do të krijojë pasoja të rënda në drejtim të epidemisë, e cila do të sjell pasoja të cilat do të krijojnë probleme të mëdha në qytet, në jetën e njerëzve dhe në jetën e shëndetit njerëzve. Mirë, këto ishin zërat e banorëve, disa prej tyre, sepse ka patur edhe të tjerë të cilët kanë protestuar për shkak të problemit me ujin. Do shkoj pak tek Afrovita në këto momente, sepse më konfirmon që është me drejtuesin e ujësjellësit në Vlorë, apo jo? Ermal Muratin. Po, Ermal Murati. Atëre, sa i takon asaj se çfarë po diskutoni, në fakt referuar shkakut dhe asaj se çfarë ka sjell të themi defektin që la Vlorën për 4 ditësh pa ujë, një çarim sigurisht më zyrtar, por edhe sa i takon zgjidhjes apo... Po, të lutem ma pyet, a ka patur ndonjëherë tjetër më parë probleme pikërisht kjo zonë? Flas vetëm për këtë zonë konkretisht dhe a ka... Edhe Klar Flor, a ka probleme të këtij lloji? Në këtë zonë, pra aty ku ka qenë nyja, pra ka patur probleme të tjera më përpara, ti më sqarove për rastet që kanë ndodhur gjatë verës, po në këtë zonë të flasim, pra të kemi një reagim zyrtar dhe sigurisht një pjesë e cila nuk ka qenë asnjëherë rezervë në shtet, pra nëse ndodh një problem i tillë diku tjetër në Vlorë apo në një vend tjetër të Shqipërisë, si bëhet? Çfarë ndodh? Pra, duhet përsëri ta porosisim nga Stambolli, apo... E qartë, komunikimi po e bëjnë nëpërmjet meje për shkak të teknike. Atëherë, drejtor, pyetja e parë është për defektin. Është një situatë të paktën që në hapur herë të tjera, të themi në të njëjtin territor, në këtë zonë, është një problem që ka lindur nga hiçi, apo është një situatë që cilën edhe mund të ditë të marrim atë. E kuptoj shqetësimin, në datën 25 dhjetor, në mesnatë të vitit 26, jam njoftuar për çarjen e tubacionit, dhe me njëri më vënë alarm situatës. Ajo që kemi kuptuar ditën e nesërme, kemi bërë për çështje sigurie, kemi stakuar të sistemin e formimit, dhe kuptojmë që është një tubacion i diametrit 1 mm, ka një presion shumë të madh, e për sigurie kemi bërë të restakimin. Është situata po kanë për kohën që kam unë, po dhe nga informacionet historike, është e rreth situatë, po ka ndodhur një në sistemin e transmetimit, ka raste pa diskutim, por të këtij diametri ka ndodhur situata si kjo që po kalojmë edhe tani. Kemi dëgjuar një deklaratë pak më herët të kryetares Dërsis, që thotë se një nga shkaktarët se kësaj tuboje mund të jetë shkarja e derave. A jeni interesuar? Çfarë ka ardhur? Se kjo çarje e kësaj tuboje dhe Shkaqet mund të jenë të ndryshme, përfshirë dhe shkarjen e derave, mund të jetë lëvizje të tokës, aty kalon, po të shikojmë dhe në të kuptojmë që si vjen tubin atë pikën që jemi ne aktualisht, fillon ngjitet lart për tek depoja, do të kemi një situatë në ngjitje, sa i përket furnizimin e depove të qytetit që mundava bëj shpërndarje e ujit tek qytetarët. Për të qenë korrekt, patjetër me realizimin e avarisë, më brava do të shikojmë dhe kush janë arsyet vërtet që kanë ndodhur këtë situatë. Ajo që kemi parë kanë qenë ku bashkohen tubat, sepse ato vijnë të përmasave fikse, që duhet bashkohen që krijohet linja e transmetimit, aty ka ndodhur ajo çarje që ka krijuar këtë anomali. Gjithja, pak në dirin tonë është duke ardhur pjesa pajisja që la aktive. Mund të ndërri dhe çfarë do të bëjë sot? Dhe sot, të lutem ma pyet, sot, ka shanse që të kenë ujë vlonjatët? Viti të veçantë, viti 2009, vetëm teknologjia ka avancuar, dhe në Shqipëri jemi vetëm me këndin të anët të kësaj teknologjie të transmetimit të podcastit. Shanse që sot vlonjatët punojnë ujë? Ne sot deri në mesnatë që kanë ndodhur për këto 72 orë do punojmë për të realizuar lidhjen e tubacionit, që pas teknologjisë të 72 orë. Dhe timeve teknike të rastit, dhe nesër në mëngjes mendojmë se të çelet ose statet të një zhvillimi të qytetarëve. Këtë kuptojmë vetëm një gjë, që skema e furnizimit sistemit të transmetimit do të ujë në depo dhe mbrapa të shpërndarë. Do punohet, që shikojmë janë disa fronte pune, ekspert specialist nga njëra anë, pjesë të tubacioni po punën nga krau tjetër, inxhinierët kanë bërë punë të tjera duke vlerësuar situatën. Një tjetër drejtor, në fakt në diskutimet nuk e di se sa mund të jem, megjithatë investimi i 2009-2010 me një garanci 50 vjeçare
kështu të paktën është diskutuar. A duhet kishte pajisje rezervë magazinat tuaja? Tani po flasim për një historik 16 vjeçar të moshës së këtij të pasionit, unë mund të them që si ka qenë pjesa e këtyre stokut magazinës apo stafat të këtë lloj klubi. Megjithatë ne kishim, po të kujtoni natën e parë ne kemi pasur materiale rezervë që kemi bërë le të themi korrigjimin e avarisë, por që nuk është të suksesshëm. Nuk është kjo situatë përsëritet në zonat e tjera? Ka ndodhur, të presim sërish Turqin të reagojnë? Po, se kjo është shumë e rëndësishme, prandaj pyesim dhe për rezervat. Është një alarm për të marrë masa për vazhdimsinë. Kjo që ndodhi këtë radhë me sigurimin e eliminimit të defektit është një vlerësim nga ana jonë për të kuptuar tani çfarë do të marrim masa për vazhdimsinë. Pra, do merren masa. Kam një pyetje, sa janë porositur? Mund të kemi do të afrovit një përgjigje se sa janë porositur, sepse sigurisht çdo pajisje mund të ketë një problem teknik. A ka dy, a mund të ketë një rezervë, pra në çfarë do lloj rasti? Duhet kuptojmë ne sa janë porositur se kur flas porosi pajisja që po vjen, pra sa pajisje po vjen, sa tubacione po vjen? Sa pajisje, për pajisjen që është e nevojshme dhe shkërkohet për ngjitjen sot, sa top janë porositur? Se në qoftë se rezulton një pas suksesshëm me defekt si bëhet? Që kuptojmë, një herë, dua ta theksoj edhe një herë kur ka qenë ata. Me pajisjen që kemi pasur pjesë stokut magazinës, kemi ditën e parë, natën e parë kemi bërë le të themi korrigjimin e defektit, rezultoi ky sukses. Jo, po flasim për atë që po vjen nga Turqia. Po, për atë që po vjen nga Turqia janë disa elemente që përshtaten aty klubit atje, që është gjendje në magazin. Garancia është lartë. Po, që është gjendje në magazin, dhe nga krau tjetër do të jetë pajisje shtesë, jo vetëm për sa i përket kësaj avarie, por edhe për potencialisht që të kemi ardhur. Pra, po të edhe pajisje shtesë. Për stokun dua të them edhe një herë, për shembull ai tubi që kemi aty të bashkë që do përdoret sot, është ky stoku i magazinit. Kanë dy elementë ndihmës që lidhen me njëra tjetrën për amundon. Jo, për në këtë pjesë jemi në rregull dhe madje falenderoj që erdhi në reagim se unë kam kërkuar që të kishim edhe përfaqësuesit zyrtar pikërisht për, po kjo ishte e rëndësishme, të kuptonim pse nuk i kemi patur ne në stokun tonë, pse si kemi patur ne, kështu që faleminderit që i bëre pyetjen Afrovit. Duhet të ndalen pak te hotelet sepse paçka se ne jemi në periudhën e dimrit, duhet ta themi që Vlora gjithmonë ka një fluks turistësh. A është më e ulët se sa jo e verës, sigurisht kjo kuptohet, po ama gjatë festave vinë familjarët dhe një pjesë e madhe emigrantëve rikthehen në vendin e tyre. Si ja kanë bërë hotelet për sa i përket ujrave? Dhe deri në cilën zonë të Vlorës ka prekur ky problem teknik? Po, e kuptoj, është atëre problemi teknik ka prekur gjithë territorin e qytetit të Vlorës. Pari nuk ka pasur pjesë ndara të Vlorës që të mundin furnizuar, përveç atyre tentativave që janë bërë ditën e sotme, që kanë dhënë mundësinë të themi disa lagjeve, siç është lagja 24 maj apo nuk e di 1 maj në mos gaboj, që ka pasur pak orë që kanë marrë ujë. Pjesa tjetër, gjatë gjithë këtyre 4 ditëve nuk kanë pasur mundësi furnizimi atij lagje të qytetit. Ndërsa sa i takon të flasim për hotelerinë apo subjektet e shërbimeve që punojnë në qytetin e Vlorës, ka pasur një angazhim në mjetet për të furnizuar me autobote, qoftë nga autobus kanalizime, qoftë në marrë shërbime publike, por edhe nga zjarfikja në këtë rast, që institucionet kanë të themi furnizuar me prioritete. Pari institucionet e shtetit, spitalin rajonal, spitalin psikiatrik dhe gjithë institucionet në rast, dhe më pas duke u ndalur tek hotelerisë apo tek njësitë e shërbimit, të cilët ujin e kanë pasur më të nevojshëm pa hequr rëndësinë e nevojës. Po banorët si ja kanë bërë? Se kanë dalë disa foto dhe video që përveç autoboteve kanë marrë edhe ujë deti. Patjetër. Nuk ka atë dhe autobotet, furnizimin e bëjnë jo duke mbushur bolierët, por duke u shkuar pranë themi lagjeve dhe duke lënë banorët më pas për të shkuar me bidona, me kova, çmjetet e tyre rrethanore mund të kenë, që ta marrin ujin tek autoboti. Pra autoboti nuk furnizon bolierët. Ka qenë një situatë e vështirë, detarët pas diskutimit kanë gjetur mënyrat e tyre të tyre. E kuptoj alternativa. Spitali i Vlorës ma konfirmon dot ka pat? Ka kanë patur. Gjithë të paktën mjetet e zjarfikës kanë qenë të destinuara vetëm për të furnizuar spitalin rajonal të Vlorës dhe spitalin psikiatrik. Mirë, Afrovita, të falenderoj shumë për raportimin. Na mbaj në korrent deri në orën 7 nëse vjen pajisja, sigurisht ne do donim që ta jepnim, unë të paktën do doja që ta jepnim live,
se e di që shqetësimi ka qenë shumë i madh për Vlorën. Edhe mbi të gjitha të bëhet sa më shpejt që gjithë kjo situatë përmirësohet. Do shkoj pak tek materiali, do ndryshoj totalisht atmosferë.